I nderuar zoti kryeministër, të nderuar të pranishëm, të rinj dhe të reja të Rogozhinës dhe Kavajës, unë quhem Endri Demarku, kryetari i Kuvendit Rinor për Bashkinë Rogozhinë. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen ditën e sotme në këtë super aktivitet. Sot është një ditë e veçantë për ne të rinjtë e Rogozhinës dhe Kavajës, sepse kemi mundësi të jemi bashkë, të dëgjohemi dhe diskutojmë për të ardhmen që duam ndërtojmë. Mbi të gjitha një të ardhme jo vetëm për veten tonë, por për mbar komunitetin tonë ku ne jetojmë. Më 11 maj, qytetarët e Rogozhinës dhe Kavajës do të votojnë. Dhe ky nuk është thjesht një proces teknik, por është një akt besimi. Një moment ku të gjithë vendosin për drejtimin që duam të marrim në jetë. Ne si të rinj e dim fare mirë që vendimet e sotme ndikojnë në të ardhmen tonë. Prandaj, pjesëmarrja në zgjedhje është një detyrim qytetar dhe më shumë se kaq, është një mundësi për të forcuar zërin tonë. Unë personalisht, por edhe shumë të rinj që unë personalisht të përfaqësoj, e shohim datën 11 maj një mundësi për të mbështetur vazhdimsinë, punën e bërë dhe projekte që kanë nisur të marrin një formë konkrete. Në këtë kontekst, numri 5 nuk është thjesht një numër në fletën e votimit. Është simbol i një rruge që ka nisur dhe duhet vazhdoj. Është simbol i punës së përbashkët, i vizionit për një Rogozhinë dhe Kavaj më të zhvilluar, më të hapur ndaj të rinjve, më dinamike dhe mbi të gjitha më të drejtë. E kemi parë në terren se si mund ndryshojmë gjërat kur ka vullnet, kur ka bashkëpunim dhe kur rinia përfshihet. Ne duam më shumë mundësi për arsim, për punësim, për kulturë dhe sport. Dhe për këtë, na duhet leadership që e kupton mirë rinin, që i hap dyert dhe që i jep hapësirë për të kontribuar. Eksaktësisht si leadershipi i Partisë Socialiste, që këto 12 vite ka treguar se di se si të veprojë me rinin. Të gatshëm për një Shqipëri europiane dhe për vizionin tonë europian. Dhe rruga drejt Europës fillon nga qytetet tona, nga bashkitë tona, nga angazhimi ynë lokal. Dhe për këtë jemi të bindur që më 11 maj do ta kemi si një detyrim moral dhe qytetar që vota jonë të shkojë për numrin 5 dhe për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Le të jemi të gjithë bashkë për Rogozhinën, për Kavajën, për Rinin, për Shqipërinë europiane. Faleminderit. Tashmë japin fjalën kryetares së Kuvendit të Shqipërisë, zonja Elisa Spiropali. Përshëndetje të gjithëve, është shumë bukur të jemi këtu së bashku në këtë plazh të mrekullueshëm të Spillesh, ku përshëndes jo vetëm gjithë ju që jeni këtu nga Rogozhina e Kavaja, gjithë të rinjtë e mrekullueshëm, vajzat e djemt, por edhe ata që po na ndjekin me ftesën për të na u bashkuar. Dhe ftesën për të na u bashkuar nuk e bëjmë në emër të dallimeve të vjetra, ku shpesh të rinë gjenden të huaj. Politika tingëllon si një fjalë e keqe, apo pjesëmarrja duket sikur është një angazhim i cili më shumë të sjellë të lashe se sa të mira, por faktet kanë treguar që e kundërta është e vërtet. Kur të rinjt janë përbashkë, trejat janë përbashkë, burrat, gratë e këtij vendi kanë votuar si duhet, Shqipëria ka ecur përpara. Dhe kam shumë besim që sot është momenti për të treguar në Kavaj dhe në Rogozhinë se vota e 11 majit shkon përtej ngjyrave politike, përtej dasive tona, përtej indiferencës, për të bashkuar të gjithë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, për pasaportën europiane. Dhe më shumë se të rinjtë e trejat, askush nuk e ndjen këtë nevojë. Të rinjtë e trejat shqiptare, djemtë dhe vajzat janë europian në të gjitha. Janë europian në shpirt, janë europian në mendje, janë europian në sjellje. Tani ka ardhur koha që të kemi edhe një pasaport europiane dhe të jemi europian në letra. Të kemi dignitet të barabartë me, pra të keni ju, se ne nuk kemi bashkëmoshatar tuajt, fatkeqësisht, po nuk kemi që bëjmë, pra të keni ju, e të kemi ne të gjithë,
dinjitet të barabartë si qytetar të Bashkimit Evropian këtu në vendin tonë. Gjithë ata që kanë udhëtuar, kanë studiuar jashtë, kanë punuar, kanë migruar, kanë ardhur, kanë ikur, e din shumë mirë se çdo të thotë të mos trajtohesh si barabartë. Unë kam studiuar vetë jashtë për shumë vite, kam jetuar 7 vjet në Kanada, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe e di mirë që kur ktheheshim sidomos nga aeroportet evropiane, kontakti i parë ishte pozitiv, të prisnin të buzëqeshur dhe sapo të shihnin pasaportën dhe letrat shifnin me dyshim. Dhe fjala më e mirë që mund të merje, se mund të kishte edhe kontrole, ishte s'dukesh shqiptar, apo s'dukesh shqiptare, është kështu apo jo? Dhe duhet hyje në një debat të gjatë në për radhë për t'u shpjeguar tyre se Shqipëria nuk ishte e tillë, e atill, e shqiptarët ishin të tillë e të atill, e nuk ja shpjegoje dot, sepse reputacioni i Shqipërisë në botë nuk është ky që është sot. Shqipëria e ka ngritur kokën në nivelin ndërkombëtar, është bërë një vend me cilin ne mund të krenohemi, jo vetëm këtu, po kudo. Është një vend që mirëpret sot, 12 milion turist, 11.7 milion turist, u mbyll bilanci 2024-s. Edhe këtu në plazhin e Spilles, në Golem, në plazhin e Kavajës, kudo gjen turist nga mbar bota, gjen hotele të reja, gjen biznese të vogla që u shërbejnë turistëve dhe janë gjithmonë plot, gjen njerëz që kuptojnë që Shqipëria nuk është ai vendi që u pas kanë treguar as i njerëzve me bisht, as i njerëzve që nuk e duan Europën, po është ky vendi fantastik, i mrekullueshëm, ku mund të jetohet, ku mund të punohet, ku mund të shkollohesh, dhe vetëm mundësit sot i kemi. Është fat, është mision historik për të rinjt kryesisht, për vajzat dhe djemt, që të bashkohen të gjithë për ta bërë realitet këtë mundësi historike. Përkon dëshira jon, interesi ynë kombëtar me interesin e Europës, me dëshirën e saj për ta patur Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Dhe Shqipëria është vendi që po ecën në mënyrë më të sigurt, më energjikisht, më vendosmërisht drejt Bashkimit Evropian. Nuk duhet ta humbim këtë mundësi. Në fillim të viteve 90-ën, në Tenjishin, thirrja e parë e kësaj zone, e Kavajës, kryesisht edhe Rogozinës, ishte Shqipëri e lirë, Shqipëri evropiane. Dhe të parët dolën për ta bërë Shqipërinë të lirë dhe Shqipërinë evropiane. E njëjta thirrje sot dëgjohet këtu. Shqipëria përtej dasive, Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, pasaporta evropiane që u përket të gjithëve. Dhe nuk e themi ne, po e thon faktet, se shpesh na kritikojnë, pse përmendni ju kaq shpesh Edi Ramën, edhe përmendni Partinë Socialiste, sikur këta kanë hallin e Partisë Socialiste, që ka fituar 9 herë radhazi e do fitoj për herë të 10. Jo, kanë hallin e tyre. Kanë hallin e tyre se nuk fitojnë dot në kënet, se janë bërë bashk të gjitha rraqet politike të mundshme të së shkuarës, e duan të mbajnë peng të ardhmen. Të ardhmen tuaj. Nuk e kanë me Partinë Socialiste, e kanë me ju. E kanë me të ardhmen tonë të përbashkët. E ne sërish u themi, pas një kompleks, e bën Edi Rama, e bën Partia Socialiste e Shqipërisë, sepse e ka treguar që në 12 vite ka vizionin, ka lidhjet e duhura, ka alternativën, ka programin për ta përmbyllur këtë proces historik të negociatave brenda 2027-s, për të filluar ratifikimin në parlamentet evropiane dhe për ta bërë Shqipërinë brenda kësaj dekade antare e Bashkimit Evropian me drejtat barabarta. Dhe ky nuk është slogan, ky nuk është flamur, kjo është më shumë mundësi për studentët, kjo është më shumë mundësi për të rinjt, kjo është lëvizje e lirë e kapitalit, e njerëzve, e mallrave, e studentëve, më shumë fonde për fermerët, më shumë fonde për infrastrukturën në vend, për bashkitë, për zhvillimin ton të përbashkët. Ti lëm ata bashk në kënet, në dreqnit e tyre, dhe të vazhdojmë përpara me numrin 5, me Edi Ramën, me Partinë Socialiste. Faleminderit shumë. Kam derin t'jap fjalën kryetarit partisë, kryeministrit tonë Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe
më vjen vërtet mirë që mu dha mundësia të vi këtu edhe të shoh një pjesë shumë të bukur të Bregdetit që në këtë pikë nuk e kisha parë. Edhe duke ardhur këtu të takoj shumë nga banorët rreth e rrotull dhe tani të flas disa fjalë me ju dhe për ju, pa ju lodhur edhe pa i rënë gjatë, por duke ju thënë 2-3 gjëra që besoj janë thjeshta. E para, ju jeni këtu në Kavaj, në Rogozhin, vajza dhe djemë të ri që keni aspirata, keni ëndra, keni shpresa. Dhe mbase një pjesë e juaja nuk e mban mend mirë se si ka qenë Kavaja apo Rogozhina, se keni qenë shumë të vegjël, mbase disa për jush e mbajnë mend mirë momentin kur Partia Socialiste për herë të parë mori besimin e qytetarëve të Kavajës dhe faktikisht e nxori Kavajën nga një grop e madhe ku e kishte lënë një forcë që lindi si forca e shpresës dhe që prej shumë vitesh tani më është bërë forca e të shkuarës. Forca e të shkuarës që përfaqësohet nga një individ 80 kusur që sot për fat keq sa herë flet i fiket llamba edhe ngatrohet në ato që thot Roma për Toma dhe kërkon votën për çfarë? Për çfarë? Ndërkohë që ne kemi një arsye shumë të fortë. Unë kam një arsye shumë të fortë që t'ju them juve, t'i them bashkëqytetarëve tona se ky është kilometri i fundit drejt finishit. Ky mandati 4 është mandati që nëse ne bashkohemi fort dhe nëse ne ecim vendosur, na jep ne mundësinë historike që të bëjmë histori. Na jep ne mundësinë që të çojmë në vend atë që ishte profecia e Gjergj Kastriotit, kur u la brezave drejtimin nga perëndimi dhe përcaktoi fatin e Shqipërisë si fat evropian dhe që pastaj u kthye në amanet i të gjithë atyre që luftuan, besuan, ëndruan, shpresuan, deshën një Shqipëri që këtu në Kavaj, në momentin e përmbysjes së regjimit komunist, mori trajtën e thirrjes si gjithë Europa. Kemi bërë rrugë gjatë, kemi qenë shumë mbrapa, kemi qenë jashtëzakonisht mbrapa. Kemi bërë rrugë gjatë dhe këtë mund t'ja u dëshmojnë prindrit tuaj. Prindrit tuaj që kanë parë shumë dhe kanë parë keq, sidomos kur kanë kapërcyer kufirin, sidomos kur kanë marrë rrugën dhe ju është dashur të përballen në përkufit e Europës me përçmimin, vetëm për shkak të pasaportës shqiptare. Sot ne kemi mundësinë që atë pasaportën tuaj ta kthejmë në pasaportë europiane të shqiptarëve. Ta bëjmë pasaportë Bashkimit Evropian. Këtu në Kavaj ne kemi Elisën, po kemi dhe Ilvën. Ilva është vajze
zonës është nën me 3 fëmijë, nuk duket, po i ka 3. Dhe Ilva ka qenë studente jashtë. Ka qenë studente jashtë dhe ka provuar vetë se çfarë do thotë ti je student i huaj në Bashkimin Evropian. Atëherë Britania e Madhe ishte në Bashkimin Evropian. Prandaj, të gjithë ju që aspironi të studioni në Europë, cila do për jush këtu dhe në të gjithë Shqipërinë, duhet di që me pasaportën e Bashkimit Evropian në dorë nuk ka më tarifa 10 fish më të larta, por i ka njësoj si çdo student i Europës. Po, edhe ju tjerët që doni të ecni, të përparoni të bëni sukses këtu, duhet ta dini që me hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria fiton një mbështetje të madhe edhe financiare që nuk e ka sot. Dhe patjetër që me hyrjen në Bashkimin Evropian shumë programe që kanë të bëjnë me fëmijët, që kanë të bëjnë me rinin, që kanë të bëjnë me nxitjen e të rinjve drejt teknologjisë digjitale, që kanë të bëjnë me startupet e kështu me radhë, bëhen programe shumë më të mirë financuara. Dhe të gjitha këto shkojnë drejt jush. Po dhe për ata që janë nga fshati, duhet ta dinë se hyrja në Bashkimin Evropian do të thotë 300 milion euro në vit vetëm për fshatin, që është një shumë që ne se kemi pasur kurrë dhe nuk e kemi dot me mundësitë tona. E në ndërkohë, patjetër që ju shkoni në shkolla dhe ju e dini shumë mirë se si janë transformuar shkollat. Të paktën besoj që nga klasa e parë sot e mbani mend si kanë qenë shkollat dhe si janë sot. Dhe kanë mbetur vetëm një pjesë e vogël e tyre që duhen transformuar, edhe ato të transformohen dhe kështu Shqipëria do të ketë në të gjithë territorin shkolla jo thjesht si në Europë, po si shkollat e mira të Europës. Por unë sot përpara jush nuk e mbyll dot fjalën time pa ja dhënë fjalën dikujt që kur ka qenë sa ju ka filluar karrierën politike. Dikujt që ka qenë i vogël dhe i thinjur dhe ka hapur rrugë për shumë të reja dhe të rinj të tjerë që të bëhen pjesë e Partisë Socialiste, kur Partia Socialiste shikoi si del e zez. Ky është Pandi që e kemi sjell këtu në Kavaj dhe në Rogozhin, edhe në Rogozhin dhe në Kavaj, po pra në rregull tash. Se kemi dhe mamicën që nuk na lë të bëjmë gabime. Prandaj e mbajmë që mos bëjmë gabime. E kemi sjell këtu dhe parafytyroni pak në Kavajën që mbahej për një kohë shumë të gjatë si bastioni i Partisë Demokratike. Ka ndodhur diçka që unë mendoj që demokratët e Kavajës nuk duhet ta falin jo për ne, po për dinjitetin e tyre. Jo për Europën, për Bashkimin Evropian, për Shqipërinë 2030 dhe për gjitha këto që janë shumë të rëndësishme, janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër, por për respekt ndaj vetes tyre. Se dolën dhe votuan për të pasur kandidat Kavaja nga ana e tyre, njeriu që donin ata. Dhe kandidati i Kavajës doli i pari në primaret e famshme të Tiranës dhe nuk është Gjëkundi. E keni parë ju? E ka ngrënë bufi. Ja u hëngri për faqësuesin. Është në barkun e bufit. Hyseni. Tani çfarë është kjo? Kjo është fyrja më e madhe që mund t'i bëhet një komuniteti politik.
Dhe ndërkohë që ata Kavajën e kanë lënë pa përfaqësinë fare, ja hëngrën kandidatin, e kanë lënë pa njeri, edhe dëgjoj që vjen vërdall njëri me një parti tjetër që thot jepja një këtij se do i çoja ndej etj, po këto janë gjitha histori kënete, as mos i dëgjoni fare. Ne i kemi sjell Kavajës 2 deputete, që janë deputete, e listën dhe kryeministrin e ditëve më të vështira të Kosovës, i cili e përsëris se është e rëndësishme për ju, e ka nisur politikën ja kështu. Nuk e di kush të ngjan ty nga këta, gjëja e vet, po si njëri nga ju atje dhe e kemi sjell këtu bashkë me Eldin që është edhe ai djalë Kavaje. Kështu që po më lërë më i zonjë ta mbërë. Ua. E kupton çfarë do të thotë se kështu është kur promovon barazin gjinore në ekstrem. Ja. Dhe bashkë me 2 burra në listën e hapur kemi dhe Antonelën që është e Rogozhinës. 5. Pra 5 kandidat nga Partia Socialiste dhe 1 kandidat i zhdukur nga Partia Demokratike. Viktim, e ka ngrënë bufi. Pandi. Të dashur vëllezër dhe motra, kalamaj do të thosha, arriti dita që ky e kam më të vogël, fakt Zahun, kurse unë të miti kam mbi 25 vjeç. Dhe normalisht jemi këtu për të thënë me pak fjalë. Ne nuk kemi kundërshtar sot ata të cilët përpiqen të thonë se e kaluara është më e mirë se sa e ardhmja. Ne problemin kryesor e kemi me zgjidhjen e shqetësimeve bazë që ju keni, jo vetëm për shkollën, por edhe për standardet dhe cilësinë e jetës, duke trokitur në dyert e shtëpisë më të madhe dhe më të pasur të botës me emrin Bashkimi Evropian. Jemi një hap afër. E kemi humbur këtë shans kur ne me shokun tim këtu kemi qenë të ri, po në atë kohë, në 96-ën, kryeministër ishte ky që sot është kryetari i opozitës. Pastaj ndodhi 97-a dhe ne të politikës treguam se shpesh jemi një përplasje midis gjysmakësh dhe qyrykësh. Dhe ju na shikoni si njerëz të cilët nuk e kuptojmë, po e vërtet është se sot kemi ardhur të themi, ju kuptojmë shumë mirë. Ju kuptojmë shumë mirë dhe kemi një çështje të hapur e cila është të qenit pranë jush. Ne dim shumë mirë që një pjesë e juaja këtu ndjen më të vetmuar, megjithse ka rrjete sociale, e ndjeni më të shqetësuar për sa i përket ku do shkojmë me shkollën, si do fillojmë një punë e kështu me radhë. Kjo fushat është fushat e detajeve njerëzore, jo e mitingjeve. Unë nuk do e them fjalën buf, mbaje me respekt, më thotë mua, po jemi në plazh, edhe më duket sikur jemi kthyer të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Jo, mua më kujtohet kur isha lagurish, se më nxorën ata. E tha vetë. Kështu që kur bënim debat me kolegët e PD-s, ju thash, ky ju ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Ju falemderit, në 11 maj e dini vetë. Fitore. Ore, shiko, ta sqarojmë këtë, më falë. Ta sqarojmë këtë se juve jeni të vegjël, nuk i dini këto. Se do abini çfarë thot ky, pa gjë. Shikoni si është puna. Kur isha moshën e disave nga ju këtu,
dola edhe unë për liri e për demokraci, po nuk i doja këta, Bufin me këta tjere. Nuk i shifja do të me sy me thënë drejtën edhe nuk vajta. Se ndërkohë Bufi ishte me partinë e vjetër, kishte tesrën në xhep të partisë komuniste edhe bënte si shefi i antikomunistëve. Pandi vajti me komunistët, unë thash po dalë në për Europë të shoh botën. Edhe dola në për Europë, i ri. Lirin e fitova. Edhe më thonë në Europë, ca miq që shiko janë ca plazhe nudo. Që shkojnë njerëzit edhe lahen si që ka bërë natyra, nëna, zoti, si doni ju. E thash po e provoj mirë. Shaka. Isha me një shoqen time, me ca shok tjerë dhe vajtëm atje. Edhe bëm dhe fotografi. Atje e normal, s'kishte në gjë, me thënë drejtën, ja u them unë, nuk kishte asë gjë. Kur janë të gjithë ashtu, nuk të bëm përshtypje. Edhe, mas shumë vitesh, kandidoj unë, isha kryetar i bashkis, edhe kandidoj për të ribër kryetar bashkie, dhe këta kënetës, se si e qysh, po së histori e gjatë, i marin, i gjejnë këto fotografit e mia, cullak, edhe më qojnë edhe telefonata anonime që tërhiqju se do të turproj me tjere, unë të shërë qatë të më bëjnë këta mua, së më shkon të mëndja. Tërhiqju, se do të lësh name, do bësh gazi botës, se do të pështyn gratë në rrugë, më thoshen telefon. Se kuptoja se ku ishte fjala, kur një ditë përpara se sa t'i botonin, i keni në Google, po ishit kurios, shkruan e dy Edi Rama Nudo, dhe aty. Edhe, për tani, që e mua betë kotë, sa keni pa ju, edhe, mi qojnë me zarf, I hapun ato, shoh veten time, po ishe mas shumë vitesh. E shoh veten time, gjëja e parë që më shkoi mend tash si jam më kaqëri. Pastaj sigurisht që më erdhi siklet, tash ç'a do ndodhi tash, do më nxjerrin këta. E më nxorën gazet. Më nxorën gjithë faqja e gazetës aty, gjithë ky zdap. Siç më kishte bërë nëna, por kuptohet 2 metra. Edhe pandi u mbulua me organ, nuk doli nga shtëpia ditë fare, iku kjo punë, edhe merrte në telefon maman time të shkretën, që janin hallet me njëri tjetrin, me pandin. Të tjerët më thoshin, mohoje, edhe një javë kishte zgjedhje, ishte të dielën, kjo doli në fillim të javës. Mohoje, dil thuaj është montazh, është shu, thosha unë, po si ta moj, jam unë, si të moj, që kam bërë, s'kam bërë në gjë. Unë si isha politikan, isha njëri i lirë, si. Do të dalë të shi ta mohoj, si kam bërë një turp, që kam bërë? Mohoje, mërë të një se s'ka ko për këto punë e tjere, dhe atë ditë që doli kjo, mbas ditë e kisha takim me të rinjt. Koincidencë, të Alidemi, ishte një si pub atje, edhe ishim bledhë të rinjt Alidemi, dhe tash, po. Mirë po halli ishte që kur ecja në rrugë, më duke si kur gjithë më shifshin lagurish, të merë. Edhe shikoja kështu gjithë siklet. Shkoja atje, tash unë nuk jam duke më hu këtë punë, dali ku dali, varja tani se si do them unë që s'jam unë. Mora mikrofonin atje, ata të gjithë më shifshin, edhe i them shikoni këtu, këta njerëz që duan votën tuaj, edhe në kryet kësaj ishte Bufi, që ta dini dhe më thënë, Bufi që nuk lë krevat pa hyrë, nuk lë vrim Chelsea pa e futur atë hundën që e ka si Befana, keni parë si ka? Nuk lë,
Keni parë Sqepin si e ka? Nuk lë vënd pa e futur as Sqep, në për shtëpitë e njerëzve, në për familje, tek gra, tek vajza, tek të vdekurit, tek të gjallë, dhe me atë Sqep e bëri dhe atë punë. Po i dori për hundësh. I them atyre, unë shikoni tash, këta sot kanë nxjerrë në gazet fotografitë e mia private, në jetën time private. Kur unë kam qenë me dashurën time në jug të Francës, as nuk më shkonte mendja në herë në botë se do kërkoja vota në njeri i lirë, edhe çfarë do të bëj unë tani? T'ju them që s'jam unë, jo më unë jam. Do t'i shpërtheu një broritje e madhe aty. Thash unë, po këta janë rregull. Kur po dilja jashtë ishte një djalë aty, se harroj atë. Gjithë tangërllika i kështu, mosha juaj, ishte votues i parë, me i xhup. O plak tha. Erdha tha se jam votues i parë tha, e kisha nda menin tha me votu për ty tha, po desha me të një gjuhë qa do thoshe për këtë punë tha, po nuk më kesh gënjy tha. Halal vota ime. Kështu që e vërteta është gjëja më e rëndësishme, edhe njeriu duhet t'i marrë përsipër gjërat që bën. Unë s'bëra në i turp. Sot sigurisht nuk do ta bëja, që t'jemi të qartë. Atëherë, Pandi s'do e bënda sa atëherë. Por megjithatë, edhe të fundit po e them dhe një gjë të bukur tjetër. Kur konkurova unë për kryetar partie, Pandi ishte kundër, nuk donte që të bëhesha unë kryetar partie atëherë. Edhe konkuroi Pandi për sekretari i përgjithshëm, edhe fituam të dy. Pandi ishte kundër me. Fituam të dy dhe të nesër shkojmë te Partia Socialiste, njëri te zyra kryetarit, tjetri te zyra sekretari i përgjithshëm, çfarë do bëjnë tani? Edhe i shkoi unë Pandit në zyrë. O Pandi thashtë se ishim shok, prej shumë vitesh, po nuk donte që të bëhesh unë kryetar partie. Kishte hallë se do t'i prisha partinë e bukur. Edhe i them, o Pandi, tani ne s'kemi çfarë bëjmë, jemi të dënuar të punojmë bashkë. Më tha mua, kështu, si e ka Pandi. Tha, shiko dha, që të flasim për bashkëpunim, tha, duhet të plotësosh dy kushte. Çfarë kushte që tash unë? Duhet mos veshësh më çorave të kuqe dhe të martohesh. I plotësova. Shumë faleminderit për martesën avash avash, keni kohë. Keni kohë. Shumë faleminderit gjithëve, edhe në 11 maj, për ju, sipas meje, është fat. Pse? Se shumë kushtu është votuesi i parë, votuese e parë, dhe nuk ndodh gjithmonë. Do merrni pjesë në shumë zgjedhje, zgjedhjet gjitha janë të rëndësishme, pa diskutim, por janë zgjedhje midis partish, midis kandidatësh etj. Nuk ndodh gjithmonë që të kesh në dorë me votën tënde të bësh historinë e vendit tënd. Në 11 maj vota është për historinë. Sepse me atë votë, dhe nuk është, ma besoni këtë gjë, nuk është një votë që ne të marrim 71. Se 71 duhem për të qeverisur pa pasur në përkëm njëri tjetër. Se ne 71 nuk diskutohet që do t'i marrim. Çështja është një votë që ne të kemi fuqinë që në përfaqësimin e Shqipërisë dhe në të gjitha detyrat e shtëpisë që janë këtu deri në 2027 për negociatat, për ligjet, për vendimet, të mos kemi pengesa, të mos kemi bufin, të mos kemi kukumjaçka, të mos kemi lloj çyrykësh, por të shohim vetëm objektivin. Që t'i mbyllim negociatat në fund të 2027-s. Sepse dera, ju thash, është e hapur, por nuk do rri e hapur për gjithmonë. Dhe pastaj na rroft ne
mandati nëse ne nuk kemi fuqin që duhet na japi populli që ta përfaqësojmë dhe ndërkohë çfarë marrim përsipër atje në Bruksel të vim t'i bëjmë këtu në parlament. Jo të rim të dëgjojmë lloj-lloj kuash atje. Por t'i bëjmë. Kjo është e rëndësishme të kuptohet nga të gjithë. Nuk është kjo për mua, për Elisën, për Pandin e për ne. Se po ja përsëris dhe herë tjetër, sikur bota të kthehet përmbys, Partia Socialiste nuk i merr kurrë më pak se 71. Nuk i ndodh. Është aritmetikisht e pamundur. Edhe sikur Luli të futet me aritmetikën e vet, prap se prap nuk i bën dot. Nuk i bën dot më pak se 71. Nuk i nxjerr dot, megjithëse ai përgjithsisht e ka më shumë. Nuk i nxjerr dot. Kështu që kjo është për të bërë detyrat. Se çfarë ndodh në negociata, që t'ja u shpjegoj se është edhe për informacion. Janë 1000 veta afërsisht. Dëgjoj këtu ti më. A më ku e ke menin? Po që ke i papa më, po gjithë, të ku e ke menin më? E ke menin mrapa, mirë. Shif për para më, le mrapa më, për para. është, hajde këtu. Qo, hajde këtu. Hajde këtu se ti që ke problemi aty, gjitha ta në rregull, vetëm ti, hajde. Hajde, ullu aty. Ullu. Jo, ullu aty. Që të bësh më? Ullu aty më. Që të bësh ti më? Ullu më aty. Ashtu, po. Shumë mirë. Ullu. Mos shifa nej, mos ngacmo ata. Ktheu kështu nga unë. Po, ktheu kështu. Ktheu më kështu. Ashtu, po, më rregull. Ashtu. Më shif më këtu. Bashkimi Evropian. Ashtu. Janë 1000 vetë nga ana jonë, 1000 nga ana tyne që negociojmë për Bashkimin Evropian. Sepse negociatat bëhen për të gjitha. Për ekonomin, për drejtsin, për arsimin, për shëndetsin, për ujrat, për zogjt, për peshqit, për të gjitha. Dhe sa herë që ne takojmë me ato, marrim detyra. Merr detyrat në shkollë? Merr 200. Merr detyra. Po, i bën detyra ti? Si i bën? Shkeli shkollë apo i bën mirë? Sa mirë i bën? Qa nota shkeli më vlla? Me 8 ne nuk futemi në Bashkimin Evropian. Ne duhet jemi me 10. Po, me 10. Dhe që të marrim 10, duhet që të jemi perfekt, e diti. Se ti bo gjysmë në ushtrimi 2, ke ushtrimi 3, kap telefonin, futesh në YouTube. Apo ja, kjo është skema, e di unë. Edhe i thu mamit i bona unë ato. Pastaj kur kthehesh tu, po zysha se kuptoj mirë. Apo ja, ne nuk e bëjmë dot këtë lojë. Ne duhet jemi perfekt. Kështu që kur ne të vim në shtëpi nga negociatat, duhet që të shkojmë në parlament, t'i votojmë gjërat. Dhe nëse na dalin atje lloj tipash si puna jote, që i more i çorientove gjithë ata shokët e tu atje, ne nuk futemi në BE. Jo. Nuk futemi në BE. Ky ishte problemi që po krijohej ti atje. Dhe ç'a të bën BE-ja pastaj, të bën ato që të bëron ty, të ndan nga shokët. Edhe ngelesh tu tek pull. Ti je tek pull komplet. Ti je komplet tek pull dhe vazhdon bisedimet, po nuk je pjesë e grupit. E di pra, ne duhet futemi në grup, të gjithë bashkë, me gjermon, me francez, me italian, me të gjithë. Edhe ti je nga Kavaja, ai tjetri nga Roma, nga Parisi, jeni i soj, keni një pasaport, keni të njëjtat drejta, edhe nuk të shef dot njëri ty mot, thot amëse nga Kavaja, i thu nga Kavaja, po pse ti je nga Parisi, po punë më dhe fort. E kuptove? Ashtu. Hajde që. Hajde të përqafoj që. Hajde. Shumë faleminderit se jeni dhe ndjell. Shkolla ti tash, ai do të mash një fjalë. Mirë, si dush. Shumë faleminderit.
Edhe me 11 maj, qoj dorën ti. Ja prap shkoj ti me nga cmota, qoj dorën. Pesën, ha pra, pesën, po. Tani të gjithë bashk një foto këtu te dera dhe te ylli shqiptar. Gjithë bashku doja dalim Për një qëllim, sa shumë